Pas falënderimit të Allahut Azza wa Jall, ju kujtoj besimtar se Allahu Azza wa Jall e ka krijuar robin e tij njeriu në mënyrë të përsosur dhe i ka dhënë atij mirësi të shumta për të cilat Zoti ynë thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse ju përpiqeni të numëroni mirësitë Allahut, nuk do të mundeni. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall për këtyre mirësive që na ka dhuruar, krahas jetës janë edhe gjymtyrët, shqisat apo ndjenjat tona. Allahu thot: "Kul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Thuaj, ai pra, Allahu është ai që u krijoi ju, a nuk kishit asgjë, dhe Allahu ju formosoi, ju dha jetë, ju dha fizikun, edhe pra gjithçka keni nga qenia juaj, ndërto edhe shqisat, gjymtyrët dhe ndjenjat, që themi ju dha esem, dëgjimin, shikimin dhe zemrat. Po pastaj thot Allahu Azza wa Jall, por ju pak falenderoni. Allahu Azza wa Jall to gjymtyr o besimtar na i ka thënë që të falenderojmë Allahun Azza wa Jall. To ndjenja në brendin ton na i ka thënë që ne t'i shfrytëzojmë ato në adhurimin e Allahut Azza wa Jall, me qëllim që ne të arrijmë të fitojmë në këtë jetë edhe në botën tjetër të mirat më të mundshme, dhe nga ana tjetër të dëbojmë ose të largojmë prej vetes tonë çdo gjë të keqe dhe të dëmshme. Por gjitha këto gjymtyrë dhe ndjenja besimtar, ne duhet që ato t'i disiplinojmë me ligjet e Allahut Azza wa Jall, t'i rregullojmë dhe t'i orientojmë ashtu siç na urdhëron Zoti ynë Allahu Azza wa Jall, e jo t'i lëshojmë frerët e ndjenjave tona apo dëshirave tona e të gjymtyrave tona të bëjnë ato çka na thot ne, për shembull zemrimi jon, urrejtja jon, dufi jon, mlefi jon. Kjo nuk është e lejueshme. Jo, ne nga fillimisht jemi urdhëruar të jemi falënderues, po ku ka më keq pastaj që nga njëri falënderues që duhet të jemi të kalojmë pra në ekstrem, edhe jemi njerëz keqbërës me këto gjymtyrë që Allahu Azza wa Jall na ka thënë që ne t'i kemi në dobit ton, ne t'i shfrytëzojmë për keq, ne t'i sjellim dëm me to vetes ton, në vend që të fitojmë me të kënaqësinë e Allahut, xhenetin e Allahut Azza wa Jall, apo të mirat e kësaj bote, ne jemi ato të këqijtë e vetes tonë, që me ndjenjat tona e çojmë veten tonë në shkatrim. Allahu na ruaj. S'ka dyshim që një nga këto ndjenja të rrezikshme është zemrimi. Allahu nuk ka krijuar kot zemrimin si çdo ndjenjë tjetër. Sepse njeriu duhet zemrohet. Një që nuk zemrohet nuk është normal. Njëri duhet zemrohet kur nuk adhurohet Allahu Azza wa Jall një vetëm. Duhet zemrohet kur njerëzit nuk janë nënshtruar ndaj Allahut Azza wa Jall. Duhet zemrohet kur njerëzit nuk e respektojnë, nuk e nderojnë, nuk e ndjekin profetin Allahut Muhammedin alayhis salam. Duhet zemrohen kur nuk janë tek e mira. Ama çdo zemrim ka kufi. Edhe në këtë rast që është gjë shumë e lavdërueshme, sepse siç ka qenë profeti jon Muhammed alayhis salam, nuk zemrohej vetëm se për nëse shkeleshin kufit e Allah, pra për çështjen e fesë, po dhe në këtë rast e zemrimi duhet të jetë i kujdesshëm. Pra imagjinoni atë personin që e dini gjithë, është i njohur ngjarja. Një person që u zemru, më thojë me të drejtë për në aspektin fatar u zemru. E po i thonë të një shoku të tij që ishte i mangët nga feja, gjunaqtar, bënte shkelje fetare. Edhe ai e ndalon të her pas here, mos filan, kjo nuk lejohet, ktheu pendohu tek feja e Allahut Azza wa Jall. Derisa domthonë edhe këtë bënte deri diku mirë, kur je thjesht në kritik, pra e këshillon tjetrin, po kur ai pastaj e teproi. Dhe zemrimi i tij kaloi cakun dhe tha: "Nuk të fal Allahu ty, thë. Pasha Allahun ty nuk të fal Allahu." U zemru, tha një fjalë, vetëm një fjalë të tepërt, nga zemrimi i tepërt, shkatroi veten e tij, shkatroi ahiretin e tij. Sepse Allahu Azza wa Jall tha: "Kush është ky që ngrihet për mbi mua?"
Pra që del para Allahut azza wa jall. Ku e din ai se ja ka fal Allahu këtë apo se ka fal? Dëshmoni se unë këtë personin gjyna që e kam fal atë e dënoj. Pra imagjino pastaj kur zemrimi është për gjëra koti më besimtar. Kur zemrimi është për çështje që nuk ja vlen të përmendet. Kur zemrimi është për çështjet e kësaj dynjaje. Qofshin ato çështje ku ka përfitime të shumta materiale apo gjëra të thjeshta. Imagjino pra që njeriu të zemrohet kot, pse shikon tjetri shtremet në rrugët, pas ai s'po të shikon fare ty vëlla. Pse kaloj pak më shpejt me makinë, pse u afro pak më shumë, apo gjëra të kësaj natyre, ky është zemrim, ky është i zemrimi idiotit. Kjo tregon për nivel të ulët, për ignorancë të thellë. Zot na ruaj që të përfundojmë në derexhe të tillë. Dhe Allahu na uzoft. Pra zemrimi vëllezër, për cilin ne duhet kemi kujdes shumë. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam jo më kot ka porositur shumë që të jemi të kujdesshëm ndaj kësaj ndjenje. Madje e ka dhënë një nga porositë më madhore që mund të ketë dhënë ndonjëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Që ulemat e Islamit, dietarët të mëdhenj e kanë rënditur si një prej 4 porosive më të rëndësishme në çështjen e moralit njerëzor. Një prej 4 porosive më të mëdha, më të rëndësishme në moralin njerëzor. Erdhi një person tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, me porosit, më jep një porosi pra që të jetë një nga porositë më të vlefshme, një këshill që të jetë nga më të dobishme." Edhe i tha: "La taghdab." Mos u zemro, tha profeti Muhammed. Pra mos u nxe, i themi ne në gjuhën popullore. Mos u nxe. Tha, ja përsëriti prap. Gjëja më jep një porosi se ju duk pak e thjesht kjo, fjalë e shkurtër, mos u zemro. Gjë e lehtë. Prap i tha profeti Muhammed së dyti, mos u zemro. Ai ja përsëriti së treti. I tha profeti Muhammed përsëri, mos u zemro. Pra mos u zemro vëlla musliman, mos u nxe kot. Pse duhet të nxehesh për gjëra që nuk janë as pak të vlefshme? Sa dëm e ka sjell zemrimi i kot, o besimtar. Sa njerëz janë vrarë për një nxehje pak sekonda. Tjetri domoni ka marrë jetën tjetrit. E kështu me radhë. Ndërkohë që vrasja është nga krimet më të mëdha. Allahu azza wa jall thot për një person që vret një tjetër, sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit. Pra është aq gjuna i madh sikur të kesh vrarë gjithë njerëzimin. Një person kur e vret me pa të drejtë. Si do dalë një njeri i tillë para Allahut azza wa jall? Si do të shpëtojë? Allahu e din. Prandaj thot profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam, njeriu vazhdon të jetë komod në fe. Pra komod në fe, pra që nëse bën gabime, gjunahe, po themi nuk e ka prish atë rehatin e madhe ose nuk ka shkuar domthonë në një nivel që të jetë në rrezik të madh shumë. Për aq kohë sa nuk ka shkelur gjakun haram ose nuk ka derdh gjakun e tjetrit. Pra s'ka arrit të gjunahu i vrasjes. Mund këtë bërë domthonë gjunahet e tjera, se çdo gjunah është i ndaluar dhe do të rrit larg besimtari dhe duhet pendohet. Ama këtu është për tregu se sa lart dhe sa i rënd është ky gjunahu i vrasjes. Pra zemrimi e çon njeriu bëj vrasje. Zemrimi e çon njeriu të bëhet hasëm me njerëzit e tij më të afërm. Zemrimi ndan familjar burri nga gruaja, për një zemërim kot e ndan gruan e tij person. Qollon fëmijët e tij, pra zihet me shokun e tij në gusht. Shumë dëme që shumë herë janë të parikuperueshme. Janë gjëra që thyen edhe nuk gjiten më kurrë. Prandaj besimtari duhet të jetë gjithmonë i frenuar, gjithmonë të jetë i matur, gjithmonë të jetë gjakftohtë për çështjet para çështjeve të tilla, sepse atëherë dhe gjykimi do të jetë më i mirë dhe më i saktë.
Kjo cilësia pastaj e kundërta e zemrimit, vetë përmbajtja, ka qenë dhe cilësia e profetëve të Allahut azza wa jall. Allahu thot për profetin e tij Ibrahimin alayhis salam, inna Ibrahima la halimun awahun munib. Ibrahimi ka qenë halim, domethënë ka qenë njeri i përmbajtshëm, njeri i durueshëm, jo i nxitueshëm, dhe ai domethënë kthehej tek Allahu azza wa jall vazhdimisht me pendim. Pastaj gjithashtu ka cilësuar të tillë Allahu azza wa jall djalin e Ibrahimit Ismailin, fa basharnahu bi ghulamin halim. Ne e përgëzuam atë me një djalosh halim, pra të vetë përmbajtur, të dërushëm. Imagjinoni Nuhun alayhi salatu wassalam, profetin e Allahut, të cilët populli i tij e shanin e ofendonin, i thonin i çmendur, mirë pa ai duroi ata 950 vite. I duroi, i thriste, i duroi, i këshillonte, i thriste, derisa në fund domon kur ata e mbushën kupën, kur nuk kishte më vend për mëshirën e Allahut, Allah i dërgoi shkatrimin. Allahu na rujt. Gjithashtu profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shumë raste e ka dëshmuar se sa i durueshëm ishte para zemrimit. Pra ne kemi shembullet më të mirë. Ne si musliman, si besimtar, gjithmonë vëllezër duhet kemi kujdes me ndjenjat tona. Jo vetëm xhami, jo vetëm kur na kujtohen çështjet e fesë, apo kur kujtohemi që jemi musliman, apo kur kujtohemi që vin xhuma, apo që falim namaz, apo agjërojmë. Gjithmonë, çdo moment, në shtëpinë tonë, kur dalim jashtë shtëpie, kudo që të jemi në punë. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam na ka dhënë shembullin më të mirë, nga rastet më ekstreme deri tek rastet më thjeshta në vetë përmbajtje, pra, edhe në mbajtjen e mllefit, edhe të zemrimit. Imagjinoni kur profetin ton Muhammed e dëbuan nga Taifi dhe e gurzuan, e gjuanin me gur dhe e tallnin, për shkak se ai i tha: a do adhuroni Allahun një të vetëm? A do ndihmoni që këtë mesazh Zotit t'ia përçoj njerëzve? Ata u tallën, e goditën me gur, e përzun, i vun fëmijët dhe njerëzit me ndjelet nga pas që ta dëbonin, edhe pasi që u largua nga Taifi drejt Mekës, e që e kishte humbur dhe vetdijen e tij, erdhi meleku Xhibril bashkë me melekun e maleve. Edhe i than: o Muhammed, me mua është meleku i maleve dhe ai kërkon leje, nëse dëshiron, mund t'ja shkërmojsh të dy malet mbi koka këtyre kufarëve të Mekës. Pra këtyre kundërshtarëve turq që të kanë mërzit kaq shumë, që të kanë zemëruar kaq shumë. Sepse me të vërtet njeriu kur tjetri i bën shumë zullum, shumë padrejti, kjo mund ta çojë zemrim. Edhe atëherë ai domthon kërkon që të ketë vetë përmbajtje të lartë. Por si u përgjigj profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam, tha jo, shpresoj që dalin prej tyre njerëz të cilët adhurojnë Allahun azza wa jall dhe nuk i bëjnë atij shok askën në adhurim. Profeti Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që në luftën e Uhudit kur u gjakos, u plagos, për pak desh e vran kufarët e Mekës, ai thonte: Rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zoti, im fale popullin tim, sepse ato nuk dinë. Pra nuk dinë çka po bëjnë. Pra nuk dinë që po luftojnë një profet, po luftojnë profetin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra gjithmonë njeriu duhet të jetë i vetë përmbajtur, sepse nuk e tregon trimërinë në vëllezër inati, zemrimi, pra shfaqja e mllefit aty për aty domosdoshmë. Kjo nuk është trimëri, kjo nuk është forcë, kjo është ignorancë. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab." Nuk është i fortë ai që është i fortë në mundje, pra që i mund tjerë, që ja merr mendja që dhe pranaj njerëzit zakonisht pranaj shfryn dufin, se i duket tjetri më i dobët, apo kanë diçka, kanë pushtet, kanë diçka domthonjë që mendojnë që tjetrin do ta vënë poshtë. Edhe profeti Muhammed thonë, nuk është kjo forca që ti e mund tjetrin. Po forca e vërtetë është ai që e zotron veten e tij, e sundon, e mban veten e tij kur është i zemruar, i nxehur. Ky është domthonjë karakteri i fortë. Ky është niveli i lartë që duhet ta synojë secili prej nesh. Të ketë karakter të fortë, jo çdo njeri, sepse kundër ignorantit nuk ka kundërpërgjigje më të madhe kur ti nuk i flet, kur ti nuk shkon
me davane e tij, domethënë me nxjerrjen e tij, ku ti rriqet. Kjo e shpon atë, kjo e vret atë më shumë. Dhe kjo është ajo dura që duhet bëjmë. Jo domthonjë ta kthejmë atë mllëfin me blet, sepse kjo çon në pasoja të rënda, Allahu na ruaj. Një person i tha Dirar ibn Ka është një nga sahabët, shokët e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tha pasha Allahun, po më shajtë një herë, po më thej një fjalë fyese, ke përngju prej meje 10 tha. Ky personi tjetër. Ai e ktheu. Thot, po të thush ti 10, thot, prej meje s'ke përngju asnjë. Do shash ti 10 herë, nuk shaj asnjë. Shumë njerëz më shajt e do të shaj. Unë nxefe pak, do të nxehem dhe unë pak më shumë. Më godit, nuk është kjo, do më thënë që ti duhet. Kjo është burrëria e vërtet. Ti thet 10, unë as ka dyshim se në fen ton në islame ka zgjidhje për çdo gjë. Ka mjekim për çdo lloj smundje. Prandaj dhe ne duhet që ti dim këto zgjidhje apo shkaqe të cilat ne mund të shpëtojmë nga ky rrezik i madh, nga rreziku i zemrimit. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur një person zemrohej, ai domthon këshillonte që personi të marrë parasysh ose të veprojë disa hapa të cilët do t'i mundsojnë atij që ta fikin të ndjenjë të rrezikshme. Transmetohet se një ditë profeti Muhammed alayhi salatu wasallam, teksa po qëndronte me disa nga shokët e tij, më larg dy persona po grindeshin. Po grindeshin me njëri tjetrin dhe njëri e ngriti zërin shumë, ju skuq fytyra dhe ju fryn damarat. E qafës dhe i tha, profeti Muhammed tha, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thot, unë di një fjalë që po ta thot ai do t'i largohet kjo gjendje në të cilën është. Po të thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra, sa herë zemrohet besimtari thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje Allahut nga shejtani i mallkuar, sepse diskutohet që ai do mund nxit birin e Ademit në zemrim që ta kalojë dhe të bëjë domthon gjërat e ndaluara, gjërat e dëmshme. Gjithashtu thot profeti Muhammed, idha ghadiba ahadukum falyaskut. Nëse dikush për ju zemrohet, le të hesht. Pra pe që u zemrove në biseda, në takim, hesht. Pra numër 1 hesht. Gjithashtu thot, zemrimi është prej shejtanit dhe shejtani është krijuar nga zjarri. Kështu që thot, nëse duhet të fiket zjarri, ai fiket me ujë. Prandaj, nëse dikush për ju zemrohet, le të shkojë të marrë abdes. Pra nëse zemrohet, shkojë merr abdes. Nëse zemrohet, thot profeti Muhammed, dikush për jush, dhe ai është i ngritur në këmbë, le të ulet. Nëse ikën zemrimi mirë, nëse nuk ikën, atëherë dhe le të shtrihet. Madje ka qenë e njohur nga fjalët e parëve tanë që thot, unë, edhe kjo është fjalë e bukur që e kam dëgjuar dhe desha të ndaj me ju, unë thot kur zemrohem në shtëpinë time e shkarkoj zemrimin tek kputucët. Pra shkoj, vesh kputucët dhe ik. Pse të zemrohesh ti me familjen tënde? Mund të kesh nënën në shtëpi, mund të kesh babain, mund të kesh bashortën, fëmijët e tu, edhe mund të bësh dëm. Ik, merr kputucët edhe lëviz. Pra lëviz largohu nga zemrimi. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na largojë nga ndjenjat e dëmshme, na largojë nga çdo moral i ulët, nga çdo gjë që na sjell dëm në jetën tonë në këtë dynja edhe në botën tjetër.